Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jeni me emisionin Diaspora me mua Grace Anita këtu në Klan Kosova. Fillimisht përshpresoj që jeni duke kaluar një vikend të këndshëm me familjet e juaja kudo që ju gjendeni. Edhe sot Diaspora do të ketë rrëfime shumë të veçanta, por sot e kemi një musafire do të cilësoja shumë speciale, me qenë se ajo u bë shumë e famshme, le të themi një rrjet për deklaratat e saj të fuqishme për ish-krerë të ushtrisë shërimtare të cilët po gjikohen aktualisht në Hag. Një ndryshe dhe si Buqja, ndaj nuk po zbuloj me shumë detaje, me qenë se Buqja të gjitha do të na i tregoj vetë ajo, me qenë se e kemi këto në studio. Përshëndetje zonja Buqe. Përshëndetje, kënaqësi të jem këtu pranë jush. Zonja Buqe, fillimisht me të them të drejtën, kam insistuar shumë që të kem ty në emision. Faleminderit. Sepse deklarata e jote, le të themi, bëri hun shumë të madhe, sepse e përshën një mesazh shumë të rëndësishëm për ish-krerët tanë, pra ish-krerët e UÇK-s të cilët po gjikohen në Hag. E the me shumë zemër, Buqja nga Drenica, e cila haptazi tha se ata duhet të lirohen menjëherë. Po. Isha në atë demonstrat për UÇK-n në Hag, edhe nga kënaqësia që po shumë njerëz që erdhen aty për të përkrahur njerëz më me vlerë që kemi ne, aty më shpërthejmë emocionet edhe qita ato që kam në zemër jashtë. Edhe ndiva shumë mirë, sepse ase se duke kam menduar që bëhet viral, unë e kam thonë ato prej zemrës time, ato që ka e ndjeja e thash edhe me një fjalë e shfryva zemrën. Zonja Buqe, ju jeni bërë Buqe, po më ju drejtojnë Buqe, në base e kam këtë të drejtë. Ju keni shkuar nga Gjermania, shkove në Hag, e në kas për protestën. Po, atë shkova unë të në Gjermania, shkova 3 orë kemë deri në Hag, edhe kudo që t'jenë nevoja për njerëzit tonë që janë aqë shmuar, unë isha konë gjendje dhe në kamë më shku se jo me kërë. Sepse janë lirat më të mëdha që kemi. Ti je nga Drenica, apo jo? Jam drenicake. A është kjo arsyeja, një ndër arsye se pse ke gjithkat shumë respekt të madh, apo prej nga bëron Buqe gjithë ky respekt dhe kjo dashni për UÇK-n? Unë jam drenicake dhe jam krenore që jam drenicake. Rrjedhe edhe nga një familje që është shumë patriote. Baba im ka qenë komandanti një brigade të ushtrisë shërimtare. Një djalë vëllaut na kanë vrarë në luftë 12 vjeçare. Edhe kam left madh për armikun tim që na ka sulmu, na ka shkatërru gjatë vite me radhë. Mirë po një edhe jam e lindur, me thonë drejten, e moj men, ku kam qenë edhe fëmi, kam qenë shumë patriote, në atë kohën më të vështirë kër jena kona në shkolla, që s'kuzoj shumë me përmen kur Kosova Republikë. Unë im koni fëmi që kum shpëndof parullat gjithë, dhe se kum frikuar mikut kur. Për ndryshe, për venin tem, jam gjeni gjithë s'ka me bo. Është venin jem e dua shumë Kosova. Edhe pse im largu nga Kosova, me zemër e me shpirt jam gjithë këtu. Prandaj... Po, është e kuptueshme, e kuptoj, le të themi gjithë këtë respekt të madh që e gëzoni me shumë prej personave të cilët kanë marrë pjesë në protestën atë që zhvillua në Hag, më thanë që u emocionuan, por njëkohësisht ishin edhe krenar për luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Lufta shërimtare e Kosovës është një luftë e shenjtë që ka luftu për lirinë e Kosovës, për që të liri që na sot jemi duke gëzuar. Por mosishte UÇK-ja, për mendimin tim, kur na sot nuk do të kishim gëzuar këtë liri, sepse askush nuk ndihmon nëse ti nuk i ndihmon vetes. UÇK-ja është krijuar nga vetë populli, për të mbrojtur progjet e shtëpisë dhe familjet tona kosovare. Ajo konë e domosdoshme. Prandaj, ata njerëz që kanë marrë guximin me bon këtë ushtri tonën, sa do e vogël që ka qenë, por kur je
një luftë i drejtë dhe mendon drejtësia fiton gjithmonë. Prandaj unë kam respektin më të madh që ekziston për ushtrinë shqiptare të Kosovës, për të madhin Hashim Thaçi, për të madhin Kadri Vesili, për të madhin Adem Jashori, aja kuptohet që është Jakub Krasniqi. E thot drejtën e Jakub Krasniqi në kam dojtë babës. Edhe si fëmijë kum po, torturat e tij kum po, që ja kanë bo Serbë në atë kohë. Edhe ka rezistu, edhe ka kushtu tani jetën kësaj lirie të Kosovës. Si mos ta duam në ushtri qytetare, si mos t'i duam në ata lider që mbohen pa drejtësisht në atë gjykatë serbo-ruse. Për mu aja gjykatë është serbo-ruse. Ku ekziston but t'i dënosh njerëzit që kanë luftuar për liri. Plus, kjo liri që kemi fituar ne nuk ishte vetëm e jonja. Ajo ishte me krejt botën, krejt Evropa na përkrahi, na përkrahi Amerika. Atëherë nëse dënuan ata janë të dënuar edhe Evropa, edhe Amerika, se ata ishin përkrah nesh. Edhe një luftë mizore që ka bo Serbia ndaj nesh, atë ka po krejt bota, prandaj edhe ndodhi. Dhe le të themi, ekzistojnë edhe shumë fakte të cilat e dëshmojnë pra për krimet që Serbia i ka kryer pra gjatë luftës së fundit në Kosovë. Por Buqe, si ndihesh kur e sheh se gjithë këto padrejtësi e përmende zotin Jakub Krasniqi që ti ke qenë edhe dëshmitare, pra e vuajtjeve të cilat ai ka përjetuar. Si ndihesh sot kur i sheh ata duke u gjykuar për diçka që e bën për të mirën e vendit e tyre, për ta fituar lirinë, dhe sot ata po privohen nga liria e tyre personale? Nuk ka gjë më e dhimbshme se kjo. Njerëzit që luftuan për të mbrojtur trojet e veta, popullin e vet, të gjykohen në një gjykatë serbo-ruse atje, kurse armiku që bëri masakër, e bëri gjithçka që është më e keqe në vendin tim, ata nuk gjykohen. Kjo është padrejtësi. Kjo s'durohet, kjo është shumë e dhimbshme, shumë e dhimbshme. Prandaj, ne si popull shqiptar, nuk duhet të harrojmë luftën atë shpejt. Nuk duhet të harrojmë njerëzit që kontribuan për këtë liri tonë që sot na po e gëzojna. A mendon se dikush i ka harruar? Unë mendoj që po. Fatkeqësisht po. E kanë harruar edhe luftën që ka qenë. Njerëzit për interesa politike, për interesa personale, nuk guxojnë me harru ushtrinë tonë qytetare, sepse pa ta ne nuk do të ishim të lirë. Kjo është e tmerrshme, me thënë drejtën. Një shtet duhet ta mbrojë ushtrinë qytetare të Kosovës, ushtrinë e vet. A u braktisën liderët pra ushtrisë qytetare të Kosovës nga krerët e shtetit? Fatkeqësisht po. Nuk është bërë sa duhet për ta. Shumica e njerëzve edhe thonë në diasporë kur kam kontakt me njerëz, shumica e njerëzve nuk e kuptojnë për çka janë ata atje. Kjo është e dhimbshme. Njerëzit që luftuan kanë mujtë me qenë vdekur, që janë gjallë. Njerëzit që luftuan e dhanë krejt, edhe jetën dhe këshin dhonë ato, sepse për të dhonë jetën jenë hi ato. Po fati do jetojnë, edhe këta të gjallët nuk i vlerësojnë. E kjo është shumë e keqe. Për mendimin tim është shumë e keqe. Sepse një shtet duhet ta njeh ushtrinë e vet, për me qenë shtet. Zonja Buqe, a ke ndonjë figurë të caktuar e cila konsideron se po ja kthen shpinën mbase i shkrerëve turqës? Apo kemi shumë të tillë? Unë nuk po ceki me emra, unë po flas nga zemra, duhet të bëni më shumë për këta. Sepse nëse ushtria jonë atje dënohet, as liria në Kosovë nuk është e vërtetë. Për mu, nuk është e vërtetë. As shteti s'është i vërtetë. Se nëse një ushtri që ka luftuar për lirinë e këtij vendit dënohet në Hagë,
Atëherë ky shtet për mu, më falë, por nuk është i plotësuar. Nuk është i plotësuar komplet. Po, ti e përmendë se nga Gjermania keni shkuar në Hag, apo ti atje shumë mërgjimtar? Shumë ka pas mërgjimtar, edhe shumë u konë atmosferë, edhe mu ka kënaqë zemra që njerëzit e kuptuan që duhet luftuar për lirinë e këtyre qërimtarëve. Një njeri që ka dhënë kaq sakrificë të mëdha, një djalë aq i ri e aq trem si Hashim Thoçi. Një presidenti juni, ai ka qenë presidenti juni, edhe për mua do të jetë ima gjithmonë president. Fal, nëse gaboj se ka gjermanisht më vjen. Si mos ta përkrash. Një djalë aq i ri që e pati aq guxim të madh, e pati guximin të luftoj, e pati guximin në nështruaj në Ramboje, edhe pse ato pat njerëz me shkollë të mëdha, njerëz më të pjekur, por ati ju besua. Ai shpalli pavarësinë e Kosovës. Si mund të harrojmë këtë? Për unës më e harroj kur. Unë kam respektin më të madh gjithmonë e jetë për njerëzit e UÇK-s. Dhe patjetër se edhe pjesa më e madhe duhet ta gëzojnë këtë respekt, sepse falë tyre, ne jemi këto falë tyre, ne sot e kemi lirin. Dhe jo veç në Hag, ti ke qenë edhe ditë kur u zhvillua protesta edhe në Tiranë, ku mblodhin qindra mijëra shqiptar nga vende të ndryshme, ku Tirana jehoi UÇK. Tirana ishte e mbushur për plot me shqiptarë, nga të gjitha anët, akoma knaqësi. E falenderoj nënën Shqipëri, që gjithmonë na dul në krah. E falenderoj të madhen Edi Rama, që gjithmonë kontribon më shumti për këtë vend. Edhe i falenderoj të gjithë ata që morën pjesë nga Maqedonia, Presheva, Monizi, nga Kosova, ashtu kështu. Po ishte qaq atmosferë, qaq emocione. E thonë drejtën, unë kum pas shumë emocione që asa që kum qajtë. Pse? Pse ata njerëz duhet me qenë aty mshirë? Po ashtu kum qajtë edhe nga emocione që ju gëzu që u zgju populli junë, ju kthy mendja që nuk duhet i lem vetëm ata. A ishte reagimi pak i vënuar? I vënuar. Unë e mendoj që ishte i vënuar, por ma mirë vonë se kush. Kur i pove gjitha ta flamuj të UÇK-s, Shkurte Fejza, Rivladi, gjitha to këngë shqip në mes të Tiranës, figurat të ndryshme shqiptare që u mbledhen. Sa krenar u ndjeve? Shumë, shumë krenar. Edhe isha shumë krenar që nuk e hupa atë moment, po edhe prej Gjermanisë, edhe... E në kas për këtë protestë? E në kas për këtë protestë, edhe e përjetuva këtë ndjenja, i përjetuva këtë ndjenja, që i posh këtë popull tem, që u zgju një herë për zgjumi, edhe inshallah vazhdon, edhe në tjera vene, deri sot lirohen këta njerëz, të çmuar të vendit tonë, deri atëherë për mu nuk është liria e plotë. Në fakt, është paralajmëruar që protesta e radhës të zhvillohet në Maqedoni. Po, në Maqedoni. Do shkosh edhe atje? Në fund botës, po tjetë, unë do të shkoj çdo herë. Çdo herë do t'i përkrohi. Çdo herë do t'i përkrohi me shpirtë e me zemër. Për mu është UÇK-ja seni më i vlefshmi që ekziston në këtë vend. Edhe nuk guxoj unë me harru për karakteri tem që kam, nuk guxoj me harru e mos mi çmu këta njerëz. Nuk guxoj. Sepse ta kanë meritu. Pra, përmende shumë mirë një fjali që më mirë vonë se sa kohë. Pra, është koha që tash me shqiptarët të bëhen bashkë. Kur është fjala, në shqiptarët kemi ditë gjithmonë të jemi bashkë. Po dha një armiku.
tash jemi në liri, po pse s'bohëm edhe ma bashkë, ako ma mirë, ako ma bukur se të shih shqiptarët sikur në Tiranë, duke vallëzu, duke brohërit bashkë. Kjo është, ne shqiptarët, kur nuk kemi ditur të ndohemi për gjyq. Shqiptarë jemi të gjithë, shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës. Unë në Gjermani me më thonë dikush kosovar, unë nuk e pranaj. Unë thamë jam shqiptar, se ne jemi shqiptar të gjithë. A e kuptoj që jam prej Kosovës? Jam shqiptar, ama prej Kosovës. Edhe të bashkuar gjithmonë do të na marrë lakmi çdo kush. Fatkeqësisht, kuve të fundit ka përqarje, ka gjatë mëdha, kjo s'm pëlqen. Kush po i bën këto përqarje? Kush po i bën? Unë nuk e di, rrjetet sociale janë shumë të angazhume, nuk kanë but vend që merren njerëzit civil me politikë si në Kosovë. Prandaj, mendimi im është nuk ka lidhje prej cilës parti je, ne jemi shqiptar. Çdo kon but ka parti të ndryshme. Unë nuk do më thonë me qenë të përqarë. Çdo njeri ka të drejtë me i pëlqy një parti, një mendim tjetër me posë. Mirë po, mos me harru që jemi shqiptar. Nuk ka lidhje që pa partije je. Na jemi të gjithë e kemi një cilë. Ta zhvillojmë Kosovën, të shkojmë përpara, të him në Evropë, të sene na vinire. Mirë po, fatkeqësisht, pa dalë ata lider prej ati burgu, nuk ka qëtësi. Konsideron se në momentin që ata të kthehen në Kosovë? Unë mendoj kur të shpollët ushtria qëllimtare e Kosovës, e pastër ashtu siç është edhe e pastër, shteti do të mendoj për tjera sene. Do të mendoj me shku përpara. Do të mendoj të ketë të zhvillohet ekonomia këtu. A ka vend më të bukur se Kosova? Unë jetoj që 31 vjet atje, po kur vin Kosovë, shpirti unë kënaqet, mbushet pozitiv, me ndjenjë pozitiv. Çka të mungon më së shumti prej Kosovës kur shkon në Gjermani? Unë mungon çdo cep e kësaj Kosovë mungon. Mungon rinia, mungon familja, shoqënia. Molet e Kosovës më pëlqejnë. S'ka vend më të bukur se Kosova. E për çfarë rrethana zonja Buçi u detyrua që ta lëshoni Kosovën? Unë atëherë kam punu në Drenas, mami, maternitet. Edhe në kohën time erdhë momenti vetëm Drenasi edhe Gjakova kanë punu, pak pa u nis lufta. Kom punu shumë, edhe më po shumë e rej. E kom desh këtë vend, do me thonë, nuk isha largu kur prej Kosovës, për kushtet atëherë, erdhë një influencë, s'mëshë me jetu në atë kohë, edhe siguria gjitha u bënë. Nuk ka qenë jetë mo, edhe u deshtë. Më largu për paku, po mbetëm shumë. A ka qenë e vështirë në fillim kur ke shkuar atje? Shumë e vështirë. Çka mban mend më së shumti gjatë asaj kohe të cilën kur e kujton mbase edhe të dhimbset vetja për atë periudhë të rëndë të cilën e ke kalu? Unë dhimbset koha, unë ku kom punu, ku ishin mjekët serbë, unë kom një rast, për shembull, kur një nënë ka lind një fëmijë, edhe doktori ka thonë, ky fëmijë është i vdekur, edhe pse ai fëmijë ishte i gjallë. Dhe si të punojsh këtu me ta? Më konë kohë e rënë atëherë. Kanë bërë shumë padrejtësi? Shumë padrejtësi. Shumë padrejtësi ka posë. Ti si e koni lirë me dalë në qytet, më shëtit.
Prandaj thamë, na e kemë fitu lirin tash, pse mos ta gëzojmë njerëz, pse mos bëhemi bashkë të kënaqshme. Po tash del në Shqipëri, as nol kush në kufe, as ki probleme. Une, jem po shumë e rej. Kur jem ko e rej, këmë thonë me shkel tuke në Shqipëris në herë, edhe me vdekës jam ushtë. Shumë interesant e shafë, veç me shkel tuke në Shqipëris në herë, edhe me vdekës janë ushtë. E tash, kur dush shkon në Shqipëri? Ma dje ishte edhe për protestën. Po, kur dush vjen Kosovë? Po, ako ma mirë. Ako ma mirë. Prandaj duhet t'ja dim vlerën. Duhet t'ja dim vlerën kësaj punë. Zonja Buqe, para disa jave kam pasur një ish ushtar të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, pra virtualisht në studio, dhe a i tha që më dhembë zemra kur e shoh se ne tashmë jemi me fëmijët e tonë, por komandantët tonë nuk janë me familjet e tyre. Ata po janë e Hagë. Familjen e kanë këtu në Kosovë, po i presin. Pra, a i thotë se atë ashtë krenar, ndihet edhe i zhgënjur se si tashmë u arrit liria, tashmë se cili u bashkua fatmirësisht me familjen e vetë, por ata të cilët luftuan base më së shumti, nuk po e kanë këtë. Prandaj thamë se liria nuk është e plot. Pa lirimin e tyre nuk është e plot liria. Ka pas shumë drejta që ka thonë ashtu. Sepse kur kreret e UÇK-s, njerëzit më të mëdhajt e më me vlerë janë ato të mbyllur, po si mund të ndihemi në të lirë këtu? Si mund të ndihemi në të lirë kur kreret më të mëdhajt që kanë kontribu më shumëti, që na kanë puqit liri sot që përgëzojmë në sot. Pa ta na nuk do të mund të komunikojshin sot. Po s'ti be. Zonja Buqe, po shpresoj shumë se do të vi një ditë kur do të shpallet vendimi që ata do janë të liruar nga këto akuza, por kur të vinë ata në Kosovë do të vish këto për të festuar? Po si nuk do të vi, si nuk do të vi. Me pres me pa dorem atë ditë, kur të kthehen ata qëllimtarë në vendin e tyre, sepse ata janë të pastër si luti. Ata luftuan vetëm për këtë liri. Po si mund të fajsohet një njeri që luftoj për lirin e vendit vetë, gjithmonë liria ka fituar. Gjithmonë i drejti fiton. Ti beson fuqishëm në lirimin e tyre së shpejtë? Sigurisht. Për mendimin tem, nuk do të ketë qetësi në Ballkan nëse ata nuk do të lirohen. Ta njerëz ka luftuar për krah USA, Amerikës, për krah NATO-s. A konsideron se Kosova ka nevojë për zot të tillë shtëpie? 100%. 100%. Në këto rrethana? Në këto rrethana. Meqense po e bëj këtë pyetje, meqense i përmend edhe alatët e përhershëm të Kosovës, Amerikën dhe Evropën, që kohëve të fundit, gjithmonë duke ju referuar deklaratave të tyre, shpeshherë po vihet edhe në pikpyetje tashmë miqësia që e kanë me Kosovën. Mu së më pëlqej kjo heq, që ka ndodhur kohëve të fundit. Unë nuk jetoj këtu në Kosovë, nuk më marr vendime, nuk është e mirë. Amerika në ka përkrahur çdo herë. Pa Amerikën na sot nuk ishim këtu. Është aleati më i mirë që kemi pasur. Pa Amerikën nuk do të kishim as pavarësi. Pa përkrahjen e Amerikës. Sepse pavarësina e pruni Hashim Thaçi, i modhe Hashim Thaçi. Prandaj, me aleat është mirë, gjithmonë mirë të jemi. Kur nuk është mirë vetën, na pasunojnë me shku në Evropë. Si do të shkosh në Evropë ti nëse me Evropën nuk je mirë, me Amerikën nuk je mirë. Prandaj, mendimi im është gabim me i prish marrëdhëniet me këtë vend. Miku i mirë në ditë të vështira, kanë thënë. Ai na u gjen në ditë të vështira, sigurisht.
Zonja Buçe, unë të falenderoj shumë që erdhe këtu ta zhvillojmë këtë intervistë së bashku. Një tashmë jemi vetë se drejt fundit, të thash edhe njëherë jam shumë e lumtur që ju pata këtu në studio dhe të kem këtu ty përballë dhe mos të kërkoj një mesazh për të gjithë ata shqiptarë të cilët aktualisht po na ndjekin nga Kosova, nga Shqipëria, më gjerë, Evropa. Dua një mesazh nga ty si një grua e cila është e mbushur me patriotizëm, si një grua e cila e dëshiron gjithmonë të mirën e vendit të vet. Unë s'ka flas prej zemrës. Këto nuk janë veç fjalë. Moj me gabu në fjallor se jam shumë gjatë jashtë. Mirë po çka e kum fol deri me tani, dhe çka e flas gjithmonë, e flas me lojë zemrës kur flas për vendin tim. Mesazhi im është, o popull shqiptar, duajeni UÇK, respektojeni UÇK sepse UÇK-ja është e shenjtë, është një gjë e shenjtë që na ka pru lirinë. Respektojeni të mëdhajt të cilët na prunë lirinë që sakrifikuan aq shumë për këtë vend. Mos u përçoni ndërmjet veti, bahuni bashkë dhe shkoni përpara, ta zhvillojmë Kosovën, ta çojmë në Evropë, dhe të jemi të gëzueshëm, e të lumturueshëm gjithmonë në jetë, e të lihesh kështu që jemi, dhe shqyr Zotit ata na e prunë lirinë. Prandaj ne u kënaqëm. Zonja Buçe, di se çfarë mendova përderisa ishe duke dhënë këtë mesazh? Ona. Sikur të kishte mbase gra më shumë si ty, si natyra juaj, Kosova mund të ishte akoma më mirë. Në përgjithësi, njerëz më shumë që kanë këtë ndjenjë kaq shumë të veçantë, që janë kaq shumë të lidhur për adhënën e tyre dhe që nuk e harrojnë për asnjë moment të vetëm. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi të jem këtu në klan. Ishte kënaqësi ta shpreh krejt atë mbëlletin që kam mrena zemrës për vendin tim, atë dëshirën për të mirat e këtij vendi, që flas për mëdhajt që unë shumë i respektoj. Inshallah takohemi tjetër herë pas lirimit të madhit Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Seli. Kjo mbase ishte përmbyllja më e mirë që do të mund të bëhej në këtë emision. Faleminderit shumë edhe një herë Zonja Buçe që ishit këtu me ne në studio. Faleminderit juve, e ju përshëndes, e kaloni sa më mirë, Klan Kosova respekt. Faleminderit shumë. Miqtë të dashur, ishim me rrëfimin shumë të veçantë të Buçes, e cila ndau edhe një herë pra le të themi uratat e saj për ish-krerët UÇK-s dhe neve nuk na mbetet asgjë tjetër veç se të besojmë fuqishëm në shpalljen e pafajësisë së tyre për atë se çfarë po gjikohen ata aktualisht në Hagë dhe uroj që të gjithë të kemi kësi ndjenja të tilla patriotike sepse vetëm në këtë formë Kosova do të ecë përpara gjithmonë duke shikuar vetëm interesin e përbashkët. Unë ju falenderoj që qëndruat sot bashkë me ne deri në fund të këtij emisioni dhe ju mos harroni se ne do të shihemi sërish të shtunën e ardhshme për të dëgjuar edhe shumë rrëfime e histori shumë të veçanta, por paraprakisht duhet të më shkruani mua si dhe kolegës ime Gentiana Gashi në numrat që aktualisht i keni poshtë ekranit. Fundjavë të këndshme.